Selvia, petunia, viola dhe tagetes janë disa nga lulet që nxënësin mbollën në parkun e kryeqytetit në ditën e pranverës. Nxënësit nga paralele të ndryshme në shkollën Elena Gjika, të cilët janë gjithashtu pjesë e klubit të gjelbër të kësaj shkolle, e shohin këtë aktivitet si një mundësi për vedisim dhe për ruajtjen e hapësirave të gjelbra në Prishtinë. Kjo është një eksperiencë shumë e mirë, ku ndihmon për ruajtjen e ambientit, po ashtu dhe për të mirën e fëmijëve, ku ata ndër vite mund të luajnë në një ambient të pastër. Sa lule deri tash i mbjellet? Diku rreth 15. Po, është hera e parë në këtë aktivitet, por është një aktivitet shumë i mirë për rinin ton, po ashtu dhe ndihmon në ruajtjen e ambientit dhe në kulturën tonë. Unë po besoj që është shumë e rëndësishme me formu një disiplinë për mirëmbajtjen e ambientit, që edhe na mu mësu, por edhe me jap shembull të mirë për tjerët. Nuk është viti e parë që jam këtu, edhe vitin e kaluar me kesh, shumë po m'pëlqen që kjo aktivitet. Deri tash sa lule keni ndjen? Besoj që një 10 lule po. Unë, sipas për veti, edhe nga shoqet e tjera këta, garant një 30 po. Sot si shkollë kemi organizuar një aktivitet me listën e mesme që shënon edhe fillimin e stinës së pranverës. Këto aktivitete janë shumë rëndësishme sepse ne rinia jemi ardhmja dhe duhet të angazhohemi më shumë në ruajtjen e mjedisit, sepse aty e kemi shëndetin. Patyshim që është një eksperiencë shumë e jashtëzakonshme, por gjithashtu edhe e rëndësishme, sepse vetëm ndjan një mjedis i pastër dhe njeri i shëndetshëm, duke mbjellur lulet dhe duke pasur një natyrë sa më të pastur, ne do jemi edhe të shëndetshëm, por ndikon edhe në shëndetin tonë. Në këtë aktivitet, nxënësit ishin të shoqëruar edhe nga mësimdhënësit. Ne kemi edhe klubin e gjelbërt, të cilët do të thotë aktivitetet të cilat i zhvillojmë brenda shkollës dhe jashtë saj, i mirëpresin çdo herë. Kurse çdo vit do të thotë në ditën e pranverës ne mbajmë edhe aktivitete këtu në parkun e qytetit, ku me një simbolik, me mbjelljen e fidanëve, ata do të thotë e kanë edhe një vedisim sa i përket kësaj, në ruajtjen e mjedisit, në mbjelljen e një lule të re, e cila do të thotë jep plot gjallëri. Në mbjelljen e luleve për ditën e pranverës, e pranishme ishte edhe Donika Qeta, drejtoreshe parqeve në kryeqytet, e cila tha se si vjet fokusi i komunës është më shumë në mbjelljen e dronjave dhe shkureve. Sot fillojmë me lulet sezonale, por është edhe një rrugë për ditët në vazhdim dhe muajt në vazhdim për të mbjellur edhe dronjë dhe shkure shumë vjeçare, gjithashtu edhe zhvillim i aktiviteteve të tjera të projekteve të mëdha që ka drejtoria e parqeve. Lule këtë vit, me që janë lulet sezonale dhe nuk është një zhvillim i qëndruar, por janë vetëm një zbukurim i një lartshmëri e natyrës tonë të bukur, atëherë kemi ardhur në këto 3 vitet e fundit duke reduktuar numrin, nga 1,5 milion sa janë mbjellur vitet më herët para 4 viteve, kemi rënë në 300-400.000 lule, që do të zbukurohet qyteti, parqet, sheshet edhe pjesë të tjera të institucioneve, pasi lulet krijojnë atë anën e bukurisë, do me thonë duke i dhënë një vizion i pasqyrë më të bukur qytetit, por që ajo ana funksionale janë dronjë dhe shkuret shumë vjeçare, me të cilët jemi duke përgatitur planin e veprimit që të mbjellim ale të ndryshme përgjatë rrugëve, e po ashtu të krijojmë edhe hapësira të tjera të regjeneruara brenda secilës lagje që ka kryeqyteti. Buxheti për të gjitha projektet sillet 1,5 milion, ku janë të inkuadruara parqe jo vetëm në zonën jo vetëm në kryeqytet, por edhe në zonën rurale, pasi që vizion i drejtorisë sonë është edhe decentralizimi i parqeve, t'ju mundsohet të gjithë banorëve të Prishtinës, por edhe të fshatrave përreth që të kenë hapësira publike ku të dalin,
edhe t'i zhvillojnë aktivitetet e tyre, qoftë ato lodra, qoftë sportive, të kenë një ambient të tyre, jo t'i stërmbushin, t'i stërngarkojnë parqet dhe hapësirat publike që janë në Prishtinë. Kjo i konvenon të dyja palëve, edhe zonës përreth, por edhe qendrës, të krijojmë një ambient gjithëpërfshirës për të gjithë. Këtë vit do të mbillen rreth 400.000 lule në hapësira të ndryshme të Prishtinës.